Ndjen bukur ka teatri, ato drasat, ato zhurma e aktorëve kur dalin. Teatri është infektues tjetër është. Teatri infekton, edhe kur mu nuk të heket prej trupit, prej shpirtit, prej që prej cilës mosh është Lena në çato drasat të teatrit. Hajt, 6. Prej moshës 6 vjeçare, me rushën kinizme, ka qenë rushën? Kom nis me Mërvete Kurtishin, me Mërvete Kurtishin. Me një shfaqje princesha shkrepave, dhe Lujsha një zog. E Lujsha një zog? Po, edhe, që ka qenë eksperienca ime parë në drasat e teatrit Gjakovës, që po vazhdoj me qenë prezent aty, edhe pastaj kom vazhdu. A ka shikus, a ka interesim teatri? Ka, gjithmonë ka. Është lajmi mirë. Edhe varësisht edhe që ka i ofron, por me gjitha ato publik ka, shikus ka, asnjëherë teatri ekziston që 2000 vjet edhe asnjëherë nuk normalisht që ka pas kriza, po asnjëherë nuk e ka tradhtu publiku i vet që është publiku besnik. Që ka njëherë ja vlen qoftë edhe për një person nëse vjen në sallë, edhe për që ato me lujtë, me performu, me kritë zemrën si me performu për 1000 vetë, sepse në gjitha ato, në dinamikën e sodit, njerës qohen prej komoditetit shpis, i lojnë punë të veta dhe vinë me na pa në teatr, e kjo është privilegj, edhe une kam dëshirë që me kretë energjinë time mi u kthy atë privilegj që ma japin ata mi u kthy me artin që e bojmë. Si ka emrin ai që ta kujton tekstin mbrapa? Përshpëritësi. Në fakt, nona eme ka qenë përshpëritëse për 40 vjet në teatrin e Gjakovës ka punu, edhe me gjas ka qenë më i ka një fundit, sepse nuk kam veç o shu si profesion të paktën në Kosovë. S'ka përshpëritës në? Nuk vazhdojnë. A ka pas një emër tjetër? Sufler. Sufleri, okej. Pse nuk i thojnë më sufler? Sepse besoj që është fjalë slave, nëse s'gaboj, po, shqip përshpëritës. Po. Përshpëritës. Një moment kur ke qenë në skenë, që t'ka ra zemra fort. Kur? Në cilën shfaqje? E ditë problem është, gjithmonë synojmë perfekcionin, e perfekcionin se mrim, e ma çdo shfaqje ki pse se mri, pse se bona edhe qëto, kështu që vërtet o problemi thonë vetit bravo, se qëto e kolla. Asë njëherë s'm ka ndodha ajo pjesë, jam nashta jem edhe kërkuese. Edhe overthinker, ja të prej të mendu ma tepër se që duhet, të e kritiku vetën, autokritik ma gjdo roli, hala ka momente caktune kur thama ja kom qellu profesionit, aja më në që do këtë pak e habitshme, po. Po për ndryshe shfaqja fundit që e pata mjapi një farë rehatie, nuk pata emocionet të jashtëzakonshme që shkan dit me m'kap kohë më parë, më kujtu vetja para 10 viteve në teatr kombëtar që kom pas, ka qenë fillet e para kur jem bo pjesë ansamblit, edhe dhe kemë mdojnë zemra për venit, para gjdo reprize, panik, trem, nuk e di as vetë shkave që t'kap ke një farë sikleti. Tash, nuk më kapi sikleti, më kapi një drejtërim pak si flad, po flad i lezetshëm edhe... është përgjësia para publiku. Pikërisht, por me gjitha të, unë inspirona shumë prej aktorëve gjeneratave të mahershme, edhe vërtet para Trinete pata një rol bukur të vështirë, të ronë, rol i madh me Shka është rol i madh për një aktor? Është me nejt një ore 10 minuta në skenë pa dalë fare për skenës, pa pas pauzë, pa pas moment që shkëputesh me reflektu qka ki me lujtutje, veç e ki aksion, edhe më kujtuni e kom pa një intervjist të aktorës Yllka Mujo, e cila thot, e pysin, a ke emocione para se me dalë në skenë? Ajo thot, jo, s'kam emocione, dalë edhe knaqem në skenë. Edhe më kujtu Yllka, edhe që ajo drejtërim e vogël më kaloj edhe shfaqja. Natyrisht me probleme teknike që si kupton askush. A do të shuhet ndonjëherë teatri? Jo, përderisa ekziston njerëzimi. A ka regjisor të talentum vetëm sa me bon një projekt? Po mundet një regjisor mja qëllu veç një projekti, edhe kur mos mja qëllu, ka kësi raste nëse ka dosh me donë. Po ka dhe regjisor që janë super të mirë dhe mujnë mja huq në ajonit prej projekteve, që është krejt normale, sepse është punë kreative, artistike, dhe s'munesh, nuk është shkencë eksakte mja qëllu gjithmonë me bo një punë ose një vepër. Unë dësh një herë mja dalë dhe kur ma. Po.
Në këtë rast, ne kemi një regjisor që ja ka dalë në të gjitha projektet, e që është Ilir Bukshi. E përshëndesim, për ndryshe është shikuesi jote i rregullt. Për një me shpirti bashkë vetazë, kitë gjakovartë bashkë. Se pas në di që Iliri e djega, e vlerësoj shumë. Po. Të martën ka qenë premjera e shfaqjes Streha e Nemun, tragikomedi me regji të Ilirit, bazuar në veprën Liza në maj. Po. A do të kemi herë të dytë? Besoj që po, tash çka du mi ngrit një çështje në këtë ditën botërore të teatrit, para se me kalu te përgjigja, nuk ka teatrot mjaftueshme. Kemi shumë punëtor të artit, kemi shumë artistë që punojnë teatr, por nuk kemi hapësira. Mungon hapësira. Pikërisht kjo shfaqje është e financuar prej Ministrisë Kulturës, por megjithatë ne nuk e dim se si ka me vazhdu mbarvajtja e shfaqjes për shkak që s'ki hapësinë ku me lujt shfaqjen. Në Prishtinë po flas, prandaj duhet presim menaxhmentin e teatrit kombëtar kur e kanë hapësirën më të lirë, sepse edhe për ata është mbi ngarkesë për me ftu shfaqje mysafire, por unë besoj që Prishtinës i nevojitet edhe një teatr i qytetit. Tregoma për temën e shfaqjes. Po. Flasim për Liza në maj dhe kur mund ta shohim, po gjetës pas ka Po besoj që në prill do të reprizohet gjatë muajit prill, po prapë na informoni për kur që për ndryshe me 3 dhe 4 prill jemi në Tiranë në teatrin eksperimental ku do t'i luajmë dy shfaqje atje radhazi. Është një shfaqje e cila është interesant se brenda vetes trajton shumë tema, por figurë kryesore ka figurën e gruas, edhe prek një temë që sado që është e dhimbshme me pranu e ditë fatkeqësisht jetojmë mes dy ekstremeve, të një mentaliteti që jemi shumë të hapur, jemi shumë artistë, jemi si popull, jemi dashur në krejt, po kur vjen puna te gratë, që aty i kemi do të lashe. Në kuptimin që sado që mundet me qenë një grua suksesshme, në punën, në profesionin që bën, mundet me qenë edhe astronaute, çka do. Nëse nuk martohet dhe nuk ka fëmijë, atëherë është e paralizuar. Konsiderohet, është e dhimbshme me thonë, po vërtet konsiderohet. Ende ekziston ai mentalitet te ne. Një prej temave që trajton kjo shfaqje është pikërisht ky dëshira, po vuajtjet e një gruaje e cila është e pafat në këtë aspekt, edhe që sa herë don Pas na qef marrë pa, me u martu me dikën, i dështon gjithmonë, edhe dëshpërimisht don mu martu, nuk guxojmë zbulum atje për se dëshmarrë pa, po dëshpërimisht don mu martu. Për shkak të njerëzve duhet me u martu. Po, dhe dështon në çdo rast, për shkak të mentalitetit e kjo. Kisha dashur të marrëm pa. Tjetra trajton edhe temën e ndryshimeve globale që po ndodhin, flitet për jetën që e bojmë sot, flitet për ngrohen globale, për shkrirjen e akullnajave, flitet në përgjithësi për desht e pa desht, jemi dëshmitar të një ndryshimi shumë të madh global, të cilën edhe vetë ne kontribojmë. Ka njerë pa vedije, ka njerë me vedije, po se cili prej nesh jemi të kontribu në atë ndryshim, na po shkojmë drejt ati ndryshimi, frikat janë shumë të mdoja në raport me ato ndryshime, e që interesant sepse pikërisht këtë temë kish trajtu edhe regjisori grek, që s'pun kujtohet emri tash, i cili ka shkruar mesazhin për ditën botërore të teatrit. Për faktin që sapo përshtatet teatri me këto ndryshime edhe apo mundet teatri me bo diçka në këtë aspekt. Gjakova mirë është me teatr. Mirë Gjakova, sapo e patëm një lloj përmbyllje të javës frankofone, sepse ka qenë kryeqendra frankofonisë. Edhe nata parë ishte një natë artistike me këndim të korit të grave dhe vajzave Besa, me një grup nga Franca, një shfaqje performance dansi, edhe me aktorët e teatrit të Gjakovës, të cilët recitun poezitë poetëve frankofone. A ka përfundur renovimi atje? Po, pjesa ma e madhe po, më rëndësi Nxemja u kry. Nxemja se na dul flaka në torë kur ishim me organizime. Po, si do qoftë pjesë tjera ku ato qoshët e në renovut pas programit, që na ka përfundu me rëndësi,
kemi mundësi marrë me pa shfaqje pa tjetër, po vazhdojmë me reprizat e shfaqjeve, jemi në përgatitje edhe të një shfaqje të re të një premiere e cila është vetë iniciative e aktorëve të Teatrit Gjakovës. Sa mirë. Edhe titullohet Kjo është rinia jonë, shumë shpejt ka me ardhë. Të gjitha shfaqjet janë pa pagesë, munden gjithë qytetarët marrë me pa? Jo, në fakt gjatë javës frankofone ishin pa pagesë, por kështu prap besoj që është një shumë modeste, bileta është 3 euro. Por ne edhe nuk insistojmë, edhe nëse dikush nuk i ka mundësit, ne gjithmonë i ofrojmë me pa shfaqje, mjafton me ardhë edhe më thonë po du me pa që të shfaqje. Edhe indjeri Faruk Begolli, duna me përmend sepse ai kalon trashëgimi të madhe mas vetit, ai edhe vetë ju ka ble biletat njerëzve që s'kan pas mundësi, edhe ju ka dhonë mundësi. Me rëndësi dashnia për teatrin me ekzistu. Nëse është puna vetëm te materiali, atëherë bëjmë të pamundur më ofru gjithkujt që ka dëshirë s'ka mundësi.